Mirëmëngjes. Në vazhdimsi të traditës sonë të Learning by Talking e Talking by Learning, ditën e sotshme do të vazhdojmë me serinë e radhës të serialit Varësitë. Do të flasim për një temë shumë aktuale. Do të flasim për varësinë nga rrjetet sociale, varësia nga telefoni, do të flasim për scrolling. Shumë lider të botës, duke vazhduar ditën e fundit me kryeministrin e Britanisë së Madhe, i cili ka ndaluar përdorimin e telefonave dhe rrjeteve sociale për moshat nën 16 vjeç. Pra, është një problem botëror. Është një problem botëror që po ndodh me gjeneratat. Çfarë po ndodh? Si duhet të reagojmë? Çfarë duhet kemi parasysh? A është varësi telefoni? A është varësi scrolling? A është varësi qëndrimi me orë të gjata në rrjetet sociale? Të gjitha këto, ditën e sotshme do t'i kthejmë përgjigje me një panel të ftuarish ku do të jenë ata. Frymëzimi jonë të panegociueshme do të jenë nxënësit që do të bëjnë pyetjet e drejtë për drejta dhe përballë tyre do të jetë specialistja e radhës. Na ndiqni, ju rikujtoj që të gjitha intervistat tona mund të gjeni në bibliotekën tonë virtuale dhe në kanalin tonë zyrtar në YouTube The Time Center, Time Media. Gjithashtu, ju rikujtoj që po vazhdojmë me regjistrimet për sezonin e ri akademik, po vazhdojmë me regjistrimet për ciklin qerde, kopsh, parashkollor, programin e studimit pashkollor, kurset profesionale, gjuhë të huaja, informatik, arte, argtim, sport e me radhë. Jemi Time Center, jemi ëndra më e bukur. Nga 1 qershori po vazhdojmë me kampin veror, ku surpriza të bukura na presin. Ditën e nesërme do jemi në një super ekskursion nxënës dhe prindër në plazh në Golem tek Pishat e Buta. Ditën e djeshme kemi bërë një aktivitet të Learning by Doing, një traditë virtueshmërie në Time Center dhe aktivitete dhe surpriza pafund kemi bërë dhe do bëjmë në ditët e vazhdim. Ju rikujtoj, zgjedhja juaj sot përcakton të ardhmen e fëmijës suaj nesër. Falasi kushton dhe një gjë. Dallojeni origjinalin nga kopjet që mund të jenë vërdall. Të mësosh kur nuk është vonë. Jemi Time Center, unik në atë që bëjmë, unik në atë që jemi, krau juaj për ata dhe të vetmit. Dritën e syrit, të panegociueshmit, frymëzimin ton, fëmijët tanë. Na ndiqni, ju mirëpresim.